në fushë Kosovë jemi lodhur prej premtimeve boshe. Na duhet një qeverisje që është qeverisje komunale me duar të pastër. Në mungesë e nivelit qendror ka qenë, nuk kanë pas sipas nivelit qendror tani nuk kanë pas mundësi edhe ta për shkak të buxhetit i partisë është shpenzu shumë edhe ka shku edhe në shpenzime edhe në obligime të vjetra edhe nuk ka pas, por nuk ka pas buxhet për me pagu as zyre, për me mujtë me majtë funksional degën e fushë Kosovës. Kështu që tash ka interesim të qendrës, kësaj radhe kene edhe është duke ndihmu edhe me zyre edhe me gjona tjera, por jo diçka që duhet shumë ma shumë, presim shumë ma shumë prej qendrës. Zoti Turnova, jemi në fushë zgjedhore dhe tani çdo subjekt politik, çdo kandidat për kryetar komune shpalos programin. Cilën është programi i Partisë Demokratike Dega në fushë Kosovë, që po shpalosni para qytetarëve dhe cilat janë shtyllat kryesore të këtij programi që jeni fokusuar? E para, neve në fushë Kosovë jemi lodhur prej premtimeve boshe. Na duhet një qeverisje që është qeverisje komunale me duar të pastërta, që me bo një kthejes të domosdoshme duke luftu korrupsionin. Pastaj nepotizmin, pastaj buxheti i komunës duhet me qenë i hapur, sepse për 24 vjet kanë qenë të mbyllën me buxhet. Edhe nuk ka njoftu qytetarin se ku i kanë dërgu shpenzimet, çka kanë bo. Unë po e përsëris edhe një herë, ata kanë harxhu buxhetin e qytetarëve të fushë Kosovës në heshtje, çka do që kanë vepru, ata kanë investu me hesht dikujt shkurt se shqip janë mbyll gojën dikujt, mos me fol për këtë shpërdrimet komun. Edhe kjo duke mos pasur kundër opozit të mirë felt ka ndodhur që 24 vjet me lan këta në pushtet. Infrastrukturë moderne kena shtyllën e dytë. E para më thonë ka me qenë qeverisje me duar të pastërta transparenca. E dyta ka me qenë infrastrukturë moderne, që na duhet me bëni shesh në qytetin e fushë Kosovës, se kemi mbi 80.000 banor, e fatkeqësisht nuk e kemi një shesh as të vogël as kur fare, dhe nuk mundesh me çujti qytet pa shesh. Na duhet një shesh me rregullu, atë shesh kemi me bërë në rrugën nacionale, që është rruga Nënës Terez, prej rrethit deri te rruga Uglarit në dalje të fushë Kosovës. Është goxha sfidues, sepse është i kushtueshëm, është që ndikon direkt në infrastrukturën e anën toksore dhe bllokon komunikacionin, por ne e kemi një zgjidhje para se me blloku komunikacionin, do të me rregullu 2 rrugë alternative. Në rrugën e Lumit Prishtev ka me ndërtu një rrugë e re që del te Hibi, edhe një rrugë tjetër që është rreth e Kurudhës, që për me qenë këtu rrugët alternative funksionale në 2 vitet e para me përfundu, që e mujtë me fillu në 2 vitet e dyta që mbesin në 4 vjeçar në mandatin e parë, sheshin kryesor. Pastaj është një shesh tjetër të stacioni trenit, që është një shesh urban me disa zejtarë, dyqane zejtare që do të bëhen se zejtarët e fushë Kosovës ju kanë rënu lokalet prej qeverisjes së pushtetit të LDK-s dhe asnjëherë nuk janë ndërtu ose nuk japin një hapësirë dikujt tjetër, dhe kemi zejtarë që kanë nevojë për një dyqan sa do të vogël dhe ta ushtron ai zejtarinë e tij. Aty do të ndërtojmë disa lokale të vogla të sheshi para stacionit trenit, ku zejtarëve dhe punëtorë që kanë do t'ju japim hapësirën dhe mundësinë që ata zhvillojnë zejtarinë dhe profesionin e tyre. Ekonomia ku jap shpresë dhe punë në zhvillimin ekonomik, kemi bërë një plan konkret ku do t'i ndihmojnë sidomos të rive që mos talshojnë qytetin me subvencionime në minimum 10.000 euro, 2 herë në vit do t'jenë ato subvencionime, ku do të shpërndahen dikon 2 milion deri në 5 milion në vit, varësisht nga plan programi dhe sa janë të realizueshme kërkesat dhe idetë të startupeve që do të vinë në komunë.